qenë e mundur kjo. Pra Abdigjiku shpreson të kot sepse rrethonat nuk janë ato të përpashmet. Rrethonat janë të reja dhe lëvizja vetëvendose nuk e jep me asnjë kusht. Çfarë rrethonave janë të reja? Se kur thoni të reja, çfarë i bie? Lëvizja vetëvendosje me asnjë kusht, nëse del partia por, edhe ka flisni për rezultatin i cili nuk ka qenë më herët, referuar partive të tjera, për shkak se lëvizja vetëvendosje edhe në gjetjet e kaluara e ka pas pak a shumë këtë rezultat. E ka pas me 48 deputet, po 42%. Tash i ka 57. Tash i ka 57, edhe nuk ka asnjë logjik t'ia jap pozitën kryesore të shtetit një partie tjetër. Pra më shumë pranon që të shkojnë zgjedhje të reja, sepse ta jap këtë pozitë. Pra unë mendoj që e kishte gabim, sepse të kërkosh shumë është me rrezik të metësh pa asgjë. Ishte mirë ta merrte, ishte pozitë e mirë presidenti, edhe do të merrte shumë pozita në qeveri, kështu që unë mendoj që e lëshoj një shans dhe pasoja e lëshimit të këtij shansi është edhe rënja e LDK-s. Pra ishte shumë bllokuese dhe u perceptu në opinion dhe ju faturua LDK-s faji për bllokimin e formimit të institucioneve. Me qenë se jemi tek LDK, zotri Salieri, ju keni qenë pjesë e kësaj partie, Abdigjiku me njëherë pas rezultatit që kishte marrë në zgjedhjet e dhjetorit, kishte ofruar dorëheqje mirë po jo të parevokueshme, e kishte ofruar në LDK, ku delegatët votuan për që ai të vazhdoj, edhe pse ka pasur dhe delegatë të tjerë të cilët kanë votuar kundër, me qenë se votimi ka qenë në mënyrë të fshehur. Si e keni parë ju krejt këtë edhe çështjen e dorëheqjes dhe më pas deklaratat e tij në atë kuvend? Unë kam thënë disa herë, Abdigjiku ofroi dorëheqje për të mos dhënë dorëheqje, pra ishte lojë